Kjo mund të tejkalohet nëse në komunikim me partnerët perëndimor u thuhet po, do e bëjmë asociacionin paralelisht me përfshirjen në organizata ndërkombëtare deri në NATO. Përfshirja në NATO do të ishte garant që asociacioni të mos shndrohet në monstrum për shpartallimin e Kosovës. Por ne këto gjëra nuk i kemi dëgjuar nga udhëheqja e Kosovës. Ne dëgjojmë, do thotë, një retorik e cila mua më vjekes ta them, por i shkon për shtati i Beogradit. Ta zëm, kur ne bëjmë kërkesë për në shkrim të Vučićit, praktikisht e bllokojmë çështjen, e ruajmë status quo-n, e cila i konvenon Beogradit. Pra, në jo të dalim nga dialogu, po të gjendet një rrugë alternativë nëse Beogradi nuk ka gatishmëri për njohje as de facto as de jure, pra në komunikim me Brukselin dhe Washingtonin, ashtu siç ka ndodhur në Rambouillet dhe në bisedimet e Vienës. Edhe në Rambouillet kanë qenë 3 palë: Kosova, Serbia, Bashkia Ndërkombëtare. Serbia ka refuzuar, Kosova ka pranuar dokumentin dhe ka avancuar. Në bisedimet e Vienës e njëjta gjë është përsërit. Serbia ka refuzuar, Kosova ka pranuar dhe e ka shpall pavarësinë. Edhe tani mendoj është e njëjta gjë. Serbia mund ta refuzojë marrëveshjen franko-gjermane, Kosova ta jetësojë në bashkëpunim me Brukselin dhe Washingtonin, dhe në vend të